Moti me shi mbas e ndikoi tek frekuentimi i qytetarëve, por tregu në Tetov, siç quhet ndër popull pazari grave, nuk e kishte humbur pamjen tashmë të njohur me ofertat e larmishme që në gjuhën e publicitetit mund të pagëzohet si të gjitha në një vend. Dita e ente, dita e tregut në Tetov. Pleqt që moti kanë thënë që në tregjet e Tetovës vetëm nën e baba nuk mund të gjesh, të gjitha të tjera ti ke. Në këtë pjesë të qytetit ndër vitesh njihet si pazari grave. E entja shton gjallërinë dhe fluksin e njerëzve, por dilema që shtrohet është se çfarë impakti ka ky treg, si për blerësit ashtu edhe për shitësit. Qytetarët kryesisht janë të kënaqur me ofertën në këtë treg, por shqetësimi kryesor vazhdon të mbetet rritja e çmimeve. Katastrofë. Pse katastrofë? Po që pakës edhe pak më herët, po popullatës është pak si ftoftë. Po çmimet si ju duken? Çmimet mos vetë, çmimet katastrofë shtrejnë si mendoni, a kështu të me jetua? Shtrejnë qofë, po, qëto, që të konë nuk marrën. Si s'duket koha e keqe që pak. Po çmimet si ju duken? Çmimet janë njëjta janë, nuk ka ndryshuar gjë, nuk ka lërime. Po ka disa gjëra, që unë vetëm i shlova këto diçka ka, ama kështu që i ka bashkë, i shyll gjithë këto emishatët i ka barë edhe. Me shaj. Po çmimet si janë? Në reale janë. Për mu nuk janë shtrejta, për tjerët janë shtrejta. Çmimet i dinin edhe vetë, çmimet janë pak nalte, ne? E çka mendoni, a mund të gjeni gjithçka në këtë pazar? Janë gjithë ama pare s'ka. Çmimet janë normal. Normal? Ka edhe si saj. A mund t'i gjeni në këtë pazar të gjitha? Kërë që sendet janë vitove. Sot dita e mirë ke, po pak koha u prish me shijene. Po çmimet si u duke? Çmimet reale. Reale? Reale. Në këtë kotit kishe krejt mira. So shtrejt. 100 kg salata, 120 patligjoni. So shtrejt. Qytetarët me nostalgji kujtojnë kohrat e kaluara dhe atmosferën në këtë treg para 30, 40 apo 50 viteve. Thonë se atëherë fuqia blerëse ka qenë më e madhe dhe se ka patur më shumë njerëz dhe blerës. Pazar komponon kanë në Beograd komponon pazar. E ti pazarin shumë. Dhe si ka qenë? Shumë më. E mbaj mend atëherë, të ka konë liftit që kemi shku për po vashapë e në altë. 3 vende janë ndru vendi i pazarit, para 50 viteve. Ama, po normal që atëre ishë lirë, marke Gjermonit ke e fort, jeta ke lirë, jetesa ka me e butë, me e mirë, me e dashët, me të përbashkët popullatët. Tash ke telefonin shok më të ngushtë. S'ke, tash as misafir, as shok, as kandi. Shumë më i madh ka qenë. Tash as voglo krejt, s'ka njerëz. Ka qenë më Për mirë? para pinë që i tepër, deri këto në ta desh 2 orë, se ndilshe për njerëzive. Tash s'ka kur gjo. Shumë më i mirë. Më mirë? Edhe pare, edhe punë, ambient kishte, këtë merë. Po. Pazari e teshëm nuk vënë asë njerë. Jo, Jo. Mund na përshkruani pak, si ka qenë më mirë? Ka qenë më mirë, ka qenë ta. Ka kanë më ndryshe ka kanë. Ta shkalli se shrincaj, se normale çmime qanë. Para 30 vite s'o konë kjo bollokima. O konë veç kompire dhe qep. Apo? Shtash është krejt që si sheneve. Sidomos për Ramazan, po duket krejt, të natë mirë. E përpora, 25 vjetë. 28 vjetë i bëjmë pazar që janë konë. Regullisht, që kështu s'o konë. Ç'ki bollok s'o konë asë njëherë. Çdo të ente, kjo pjesë e qytetit shndërrohet në treg të madh. Oferta joshse tërheq edhe vizitor nga qytetet të tjera të vendit. Shumë qytetar frekuentojnë këtë treg për shkak se ka laramani produktesh dhe nëse ke fat mund të hasish edhe në çmime më të lira se në vendet të tjera të shitjeve në Tetov.